Linord Gërmonji, Doktor Berisha, këtë javë ka ndalë publikisht materiale të reja që lidhen me zonjën Belinda Balluku, ku pretendohet përdorimi i stafit shtetëror për interesa private në vilën e saj në Dhërmi. Ndërkohë mediat raportojnë edhe për hetime të tjera që lidhen me tenderat dyshimt. Si e shikoni fundin e kësaj historie? A mendoni se SPAK duhet kufizohet vetëm tek varësit dhe ministrat, apo hetimet duhet të ngjiten deri tek përgjegjësia politike e kryeministrit, nëse provohet se këto afera janë zhvilluar në mbikëqyrjen e tij? Unë kam theksoj, dosja Balluku 60% është dosja e Palloshit të gjatë. Dhe kjo është e faktuar në qindra mijëra mesazhe, dokumenta zyrtare e të tjerë, por dhe në qindra emaile tashmë të deshifruara dhe të bëra të njohura. E vërteta është që Edi Rama ka shpallur të mbyllur çështjen Balluku, kurse ajo ka pushtuar së bashku me Sajmir Tahirin një kat të ndërtesës Partisë Socialiste dhe drejton të gjithë aktivitetin e kësaj partie, ka marrë një pjesë të madhe me Oltjon Bistrin të misionin që kishte Ergjys Agasi, ndër të tjera ka bërë një vizitë në Shkodër dhe sipas burimeve është takuar me Enver Bajrin konkretisht. Pra është lubia që kontrollon Ramën dhe Rama kontrollon SPAK-un, ndaj dhe ndonë se flitet me të drejtë se do ketë një mandat të dytë arresti, por unë shoh që në shumë po pritet mbyllja e parlamentit dhe mos lëshimi i këtij mandati. Druaj. Ben Hasani